Nuk u kishte, i jepni fëmijët, po fëmijët i teshin, ajde me neve, se ka një djalë, ajo nuk deshte. Ajde se kemi dhe një shtëpi tjetër, kishte djali, në Lespunusja. Kishte një shtëpi në katë të dytë, jo, nuk ngjite me nuk zbrez dot. Jetonte vetëm? Jetonte vetëm, kishte vite. Ajo nuk i the kemët. Pasaj ka që muaj u paralizua nga kemët. Kishte një që i bënte ysmet. Kur ishte mirë, ishte pekulla. E merte në telefon, ajo rinte në 4-4, kjo rinte në 4-2, vinte e ndihmonte majsa kishte mundësi. Po jetonte vetë. Jetonte vetë. Kishte vite, se këtu kam 10 vjetë, po kishte vite, që jetonte vetë. Djali. Edhe kote fundi, ka një djalë edhe një cupë. Djali i theshte, ajde me mua, kjo nuk deshte. Dua 3 vetë, nuk mundem ja bënte. Deshte qetësinë e saj, ratin e saj. Kush i di problemet me cupë? I di njeri problemet. Kur mbyllej dera, çdo njeri e di vetë. Dilte në balkon, bente, po që kur ka ardhur këto kohët e fundit, i the çantën poshtë, më mirë një sheqer, mirë një oriz, mirë një bukë, këto e ndihmoni. Ja, ajo gruaja, pyeteni atë. Sukjo. Ajo mirë ishte një dizaj, edhe sot një dizaj, edhe në ditën tjetër. Komunikoni me dhe? Ke? Flisnim. Po jo, me shikohemi neve mire, shikohemi, la foseshim. Dilte? Apo e ndihmonit ju për të bërë pazarët? Kjo, jo, i bente ato gratë. Ne, nuk u delte fare ajo. Nga dora ajo një zbriste poshtë, lartë, jo, vetëm në shtëpi. Jo me jo ti e ndihmoni. Këtë meri këtë. Edhe bukën tërë jam este. Kush jam Tëra i merte. Bukë tërë gjeratë. Amore le